U rikthejmë përsëri në transmetim të drejt për drejt në temën e ditës. Kam kënaqësinë të kem zonjën Joana Qeleshi, e cila është dhe kryetare e shoqatës së avokatëve penalistë të Shqipërisë. Mirëmbrëma, faleminderit. Kënaqësi që të kam në RTS. Faleminderit. Dua të ndalem te një çështje e cila ka tërnditur jo pak një pjesë të madhe të opinionit publik, por gjithashtu ka futur edhe në një grev gati 5 ditore gjithë avokatët, arrestimi i avokatit Yllian Bajrami apo jo. Çfarë ka ndodhur në Elbasan? Ka dalë një audio përgjim, një audio tjetër, audio regjistrim, ndjes edhe ishte një e parë, doli një e dytë. Çfarë ka ndodhur konkretisht zonja Qeleshi? Nga ajo që ne kemi marrë si informacion kryesisht nga publikimet në media, pasi në seancë neve nuk kemi qenë, por ajo që është publikuar si regjistrimi seancës audio, duke qenë se të gjitha seancat që zhvillohen në salla gjykimi regjistrohen audio, është kuptuar që ka pasur një debat intensiv në momentin e mbrojtjes nga ana avokatit Yllian Bajrami, i cili në kuadër të mbrojtjes së klientit të tij ka debatuar sa i përket një prove që sipas tij ka qenë e manipuluar, duke thënë ndër të tjera që ai do të merrej, shpreha që ka përdorur është që unë do ta ndjek personalisht me oficerët e policisë gjyqësore dhe prokurorin, duke sqaruar që do të bëj kallëzim penal. Pra kjo është ajo që ka thënë. Po, e shtoi. Kuptohet? Po, e sqaroi atë që donte të thoshte. Ajo që në fillim, momentet e para ishte e paqartë, ishte fakti nëse nga ana e prokurorit kishte pasur një kallëzim penal për avokatin dhe ishte arrestuar, le të themi, mbi bazën e kallëzimit prokurorit apo në kushte të tjera. Dhe u sqarua më pas që në fakt nuk ka pasur ndonjë kallëzim penal për asnjë vepër penale, as nga ana e prokurorit, as nga ana e gjykatës, të cilët në kuadër të funksioneve të tyre, nëse do të ndodheshin përpara një vepre penale, kanë detyrim ligjor që të bëjnë kallëzim penal, por të nesërmen asaj dite, pra ditën e shtunë, me iniciativë, totalisht në kundërshtim me ligjin, policia gjyqësore e Elbasan, pra një punojës e policisë gjyqësore, oficer e policisë gjyqësore, ka urdhëruar me iniciativë ndalimin e avokatit Yllian Bajrami. Ajo që ne kemi ardhur në djeni është që përveç pra fillimisht është thirrur për të pyetur avokati, rezulton që në orën 14:47 është mbajtur një proces verbal për sekuestrimin e celularit të tij. E përmend këtë fakt, sepse kjo është një veprim tërësisht në kundërshtim me ligjin, sekuestrimi i telefonit bëhet vetëm me vendim gjykate, ose në kushte apo rrethana të caktuara që mund të jetë në kushte flagrance apo elemente të tjerë, ligji parashikon dhe mundësi të tjera, po ti të thrasësh një person pa pasur një kallëzim. Pra nuk ka pasur kallëzim nga prokurori, se kështu tha, fillimisht. Jo, nuk ka pasur kallëzim nga prokurori, por thjesht është vepruar me iniciativë nga Policia Gjyqësore, Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan. Mbasi është sekuestruar celulari i avokatit, ka vazhduar disa kohë pyetja dhe pastaj rezulton që është bërë ndalimi i tij. Pra, arrestim nuk bëhet dot, për të shpjeguar për qytetarët. Janë tre situata të ndryshme, sepse janë terma procedurial. E para shumë e rëndësishme është që kujdo në Republikën e Shqipërisë dhe në çdo vend demokratik, liria mund të hiqet vetëm me një vendim gjykate, si rregull, që do të thotë ke një vendim gjykate për caktimin e masës së sigurimit arrest në burg. Ky është rregulli. Sepse ligji parashikon që kur ka një hetim dhe kur prokurori ndodhet në situatën që ekziston dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova, që një person ka kryer një vepër penale, dhe zakonisht janë krime, dhe përveç kësaj, ekzistojnë dhe ato që ne i quajmë kriteret veçanta, që do të thotë personi ose ka rrezik të madh ikje, që ti e di nga veprime konkrete, ka bërë bilet, po bën veprime për të shmangur e tjerë, ose ekziston rreziku i dëmtimit të provave, për shkak të pozicionit që ka, vendit ku ndodhet, mund ndikojë ke provat, ke dëshmitarët e tjerë, apo për shkak të rrezikshmërisë së tij, ai mund të kryejë një vepër penale o aq të rëndë ose më të rëndë se ajo që ka kryer, pra duhet jetë një nga këto tre rrethana të paktën ose dy apo të treja, atëherë prokurori mund të drejtohet gjykatës me kërkesë për caktimin e një mase sigurimi, që mund të jetë detyrim për të paraqitur, arrest në shtëpi, garanci pasurore apo arrest në burg si masa më ekstreme. Dhe nëse gjykata cakton një masë sigurimi arrest në burg, atëherë personit mund t'i hiqet liria. Dhe këtu roli kyç është i gjykatës për faktin se gjykata, se institucioni pavarur, garanton që prokuroria mos abuzojë me këtë të drejtë të saj. Ky është rasti klasik.
Nga ky rast ka dy përjashtime. E para është situata e arrestit në flagrancë. Nëse një person konstatohet duke kryer një vepër penale, për të cilën ligji parashikon Kjo është për të gjithë, edhe për deputet, edhe për ata që kanë imunitet. Atëherë, policia gjyqësore mund të të arrestojë në flagrancë. Madje ligji parashikon që dhe një qytetar i thjesht mund të të arrestojë në flagrancë, pra mund të të ndalojë ty derisa të vi policia, të heq lirinë. Dhe flagrancën e quajmë ose kur je duke kryer një vepër penale, ose pasi e ke kryer, po të ndjek policia, mund të të kapin mbas 3 orësh, 4 orësh, po prapë ti je në flagrancë. Këto janë variantet të po themi të arrestimit. Ky është përjashtimi parë klasik. Ashtu sikurse ligji ka edhe një përjashtim të dytë, që është urdhri ndalimet. Çfarë është ndalimi? Ndalimi është një kompetencë që ligji ja jep si rregull prokurorit në ato raste ku ka një hetim, personi dyshohet për kryerjen e një vepre penale që parashikon dënim në maksimum jo më pak se 4 vjet burgim, pra jo për çdo lloj vepre, por duhet të jetë një vepër e rëndësishme që të ketë minimumi 4 vjet burgim në dënim, dhe nëse ka rrethana të ngutshme që ti merr dieni që personi ka prerë biletën për largohet nga Shqipëria, pra ka një rrezik të ikë, dhe ti nuk e kohë të shkosh në gjykatë të marrësh masën e sigurimit, atëherë ligji lë mundësinë prokurorisë që me një urdhër të motivuar ndalimi të urdhëroj i motivuar. Pra, i motivuar për faktin se duhet të justifikoj që ky personi realisht ka rrezik të ikë, nuk është thjesht hipotetike. Dhe në këtë rast prokurori ka të drejtë të nxjerrë urdhër ndalimi të personit, pra vetëm kur kemi rrezik ikje, i cili ekzekutohet dhe pastaj ai shkon në gjykatë që e vlerëson, që ka qenë kështu apo jo situata. Dhe përjashtimisht 253-dyshi ja jep të mundësi dhe oficerit të policisë gjyqësore, kur oficeri nuk ka kohë të presi urdhrin e ndalimit të prokurorit. Ti je në aeroport, more vesh i po ikën ky personi. Është situatë emergjente, s'ke kohë që prokurorit motivojë urdhrin, e bën ti si oficer. Tani në rastin konkret në qartazi nuk jemi në këtë situatë. Për faktin sepse para të gjitha ato vepra që u pan në komunikatën e policisë, sepse thash nuk ka një kallëzim, kanosja, që është inekzistente, se nuk ka kanosje njërë, kanosja nuk kupton që një person të rrezikojë në mënyrë serioze jetën apo shëndetin e dikujt, dhe këtu ishim thjesht në një debat kontradiktor mes palëve në një proces, nuk ka fyerje apo kanosje të gjyqtarit apo prokurorit. Po edhe sikur ti marrin për një moment që ishin këto, asnjë nga këto vepra nuk parashikon dënim deri në 4 vjet burgim, janë gjitha deri 3. Së dyti nuk ka pas asnjë situatë emergjente. Avokati është thirrur, të vi, ka ardhur. Ku ishte emergjenca që do ikte ky avokati? Nuk ka pas asnjë rrezik ikje. Kështu që në këtë rrethana është qartazi dukshëm i paligjshëm ndalimi i bërë ndaj avokatit. Pra pa vendim gjykate. Pa vendim gjykate, pa vendim prokurori, është bërë me iniciativë nga policia gjyqësore. Mund të lirohet apo është liruar zoti Bajrami, çfarë ka bërë? Atëherë zoti Bajrami duhet ishte urdhëruar lirimi menjëhershëm i tij. Po kush, se duket sikur ka një lloj procedura që ndiqet, nëse është policia që të arreston apo të ndalon, ligji parashikon qartë. Oficeri policisë gjyqësore njofton menjëherë prokurorin e gatshëm. Dhe termi menjëherë nuk kupton që t'i jap mundësi prokurorit të vlerësoj nëse në këtë rrethan ky arrestimi apo ky ndalimi është i ligjshëm. Sepse në rastin që nuk është i ligjshëm, ligji thotë që prokurori urdhëron lirimin e menjëhershëm të personit. Që do të thotë urdhëron lirimin, pastaj hetimi mund të vazhdojë, se hetimi është çështje tjetër. Në rastin konkret, ajo që kemi konstatuar ne nga informacionet tona, është që nga ana policisë gjyqësore, prokurorit të gatshëm nuk i ka vajtur ky informacion, dhe i ka vajtur vetëm ditën e sotme, dhe pak një orë më parë, është urdhëruar nga prokuroria e gatshme, Elbasanit, urdhrimi, pra konstatimi i paligjshmërisë së urdhrit ndalimit dhe urdhrimi i lirimit menjëhershëm të avokatit Ulian Bajrami. Pra vetëm pasi kanë ardhur materialet nga policia. Ndërkohë që termi që ligji kërkon është menjëherë, sepse flasim për heqjen e lirisë së personit. Këtu në flasim për heqjen e lirisë së avokatit, që është akoma situatë më e rëndë, dhe vjen një situatë e perceptuar dhe e vlerësuar sikur ka pasur kanosje, sikur ka pasur fyerje. Kështu tha fillimisht, madje doli një audio regjistrim i prerë fillimisht. Po, fillimisht ka dalë një audio regjistrim, besoj me qëllimin për të krijuar një opinion që avokati ka thënë që do merrem personalisht. Tani ju kuptoni, në një seancë gjyqësore, debati gjyqësor zhvillohet mes palëve që në gjykimin penal janë prokurori dhe mbrojtja. Mund të jetë ndonjëherë me tonë të lartë. Roli ligjor dhe detyrimi i avokatit është të mbrojë klientin e tij.
Patjetër që situatat mund të kenë kompleksitet, mund të kesh shkëmbim, mund të kesh në një moment edhe tension. Njeriu dhe mund të gabojë, edhe mund të thotë diçka që nuk duhet. Po të rriqet. Domethënë gjithmonë është toleranca e të rëmben debatit patjetër ne jemi profesionistë, edhe avokatët kanë detyrimin të respektojnë etikën, ashtu siç e ka dhe prokurori, edhe gjykata që të mbajë rregullin në seancë. Por në rastin konkret nuk bëhej fjalë për as për kërcënim, as për fyerje, bëhej fjalë për një debat profesional mes dy kolegëve. Avokati është në të drejtën e tij që të thotë që unë do bëj kallëzim penal për atë që ai ka konstatuar apo vlerëson si shkelje. Është e tillë apo jo është çështje tjetër. Por avokati në atë moment, ne kemi dëgjuar të gjithë, ka thënë që këto prova janë të manipuluara. Dhe që thuash të prova janë manipuluara, kuptoni që është një gjë shumë e rëndë. Në qoftë se policia gjyqësore apo prokuroria bazohet apo përdor provat manipuluara. Dhe ai ka thënë për këtë gjë unë do bëj kallëzim penal. Këto e ka thënë në kuadër të mbrojtjes së interesave të klientit të tij. U dëgjua edhe tek audioregjistrimi. Kështu që këtu është një debat kontradiktor mes palëve. Që ti thuash avokatit pse thua ti do bëj kallëzim penal është kërcënim, kallëzim penal thot kushdo, e ka madje detyrim ligjor, çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë, aq më tepër funksionarët, përfshi dhe avokatët, që kur vinë në dieni të një vepre penale të bëjnë kallëzim në organet përkatëse. Zonë Qeleshi, është për ta mbyllur këtë çështje, por do mbetemi përsëri tek ngjarja, është diçka që e izoluar apo mund të jetë kthyer në një metodë pune në prokuroritë dhe gjykatat e rrethit situata të tilla? Arrestimi një avokati është një ngjarje e izoluar, unë uroj që të mos përsëritet kurrë dhe prandaj dhe reagimi të gjithëve ne ka qenë shumë i fortë dhe ne jemi të vendosur që të kemi një reagim të fortë për faktin sepse shpesh ne kemi pas problematika që avokati konsiderohet si një hallkë e parëndësishme e sistemit, nuk gëzon të njëjtin respekt dhe dinjitet dhe autoritet që duhet ketë në fakt, dhe ne ndërkohë duhet të kuptojmë që nga magjistratët, por dhe gjithë publiku, që avokati ka një rol të domosdoshëm dhe thelbësor në proces. Nuk ka proces pa avokat, aq më tepër procesi penal. Pra nëse ti nuk ke avokatin, procesi është i dështuar. Ne nuk flasim më për një proces të rregullt ligjor. E drejta e mbrojtjes është një drejtë kushtetuese dhe garancia për të pasur një mbrojtje profesionale, ku në procesin penal kjo është e detyrueshme në raport me procesin civil, ku ti mund të mbrohesh dhe nga një përfaqësues familjar e tjerë, në procesin penal për shkak të drejtave që janë në lojë, liria, prona e tjerë, ligji kërkon domosdoshmërisht përfaqësim, mbrojtje me avokat profesionist. Dhe ne duhet të japim atë rol dhe atë funksion dhe atë respekt që roli dhe pozicioni i avokatit ka. Dhe kjo fillon nga publiku, vjen nga magjistratët, ku ti duhet ta trajtosh prokurorin dhe avokatin si palë të barabarta në proces. Pra prokurori vërtet ushtron një funksion publik, si dhe gjyqtari, pa ta bëjë një shërbim publik. Dhe avokati, pavarësisht se është profesion i lirë, pra ne jemi në treg të lirë, ne bëjmë një detyrë shumë të rëndësishme dhe një shërbim për klientët dhe për publikun të domosdoshëm. Kështu që neve kemi pasur her pas here problematika dhe avokatët kanë ngritur zërin për pikërisht për shpërfilljen apo mos trajtimin me dinjitetin e duhur nga gjyqtar apo prokuror të veçantë, duhet thënë që kjo nuk është e përgjithshme, por dhe vëmendjen që shteti i kushton pozitës avokatit. Pyetje për të dalë pak nga ky rast. Kemi vërtet të bëjmë me masa arresti të pa justifikuara në pjesën më të madhe, e has shumë në diskutimet që zhvilloj me avokatë të ndryshëm. Ka një tejkalim, ka një egzagerim në këtë masë? Arresti në burg është sipas ligjit, ne kemi një kuadër ligjor në këtë drejtim në përputhje me të gjitha standardet dhe parimet e të gjithë vendeve demokratike. Ne kemi një kushtetut shumë të mirë, kemi kodin e procedurës penale, kemi dhe konventën evropiane për drejtat e njeriut dhe gjithë praktikën e Strasburgut, qoftë për çështje konkrete kundër Shqipërisë, qoftë për çështje kundër vendeve tjera ku ne i kemi standardet. Problemi është që për arsye të ndryshme, ku le të themi qasja kryesisht e mediave apo opinionit publik për këtë dëshirën e madhe për të pasur arrest në burg në çdo rast, ka bërë që gjykatat, atë që ligji thotë që është masa fundit, arresti në burg është masa fundit që aplikohet, kur asnjë mas tjetër është e pamundur. Pra ti as arresti në shtëpi nuk ta garanton, as ti thuash atij mos ikja shtetit nuk ta garanton, as ti thuash të ndaloj apo të paraqitesh ke policia gjyqësore nuk ta garanton atë nevojën që ti ke, atëherë ti cakton arrest në burg. Dhe kjo është masa e fundit. Për fat të keq, tek ne është bërë masa parë që aplikohet. Pra është e aplikueshme pa kriter
Dhe nga ana tjetër, edhe në atë që ligji parashikon si verifikim të vazhdueshëm, pra çdo 2 muaj do duhet të verifikohet, a është më nevoja që ky personi që është caktuar arrest në burg të vazhdojë të qëndrojë në burg, për fat keq janë kthyer në seanca formale. Dhe ne kemi çështje konkrete të Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit që kanë konstatuar shkelje nga ana e sistemit gjyqësor shqiptar, pikërisht për mos respektimin atyre që janë kriteret të kërkuara nga konventa dhe përjedhoj dhe nga ligji jon sa i përket aplikimit të kësaj mase. Avokatët penalistë ne kemi ngritur shpesh herë zërin për këtë gjë dhe kemi dashur që të kemi, sepse duhet ketë një reflektim nga sistemi gjyqësor, veçanërisht nga gjykata lartë, e cila është edhe gjykata le të themi që jep orientimin për gjykatat më të ulta, ku pritshmëria jon ka qenë që ato që i kanë thënë në vendimin unifikues të 2014 sa i përket parimeve dhe rregullave ligjore, realisht i aplikojnë në praktik. Por shpesh të gjë nuk e shohim. Kam edhe 5 minuta kohë, reforma në drejtësi, zonjë Qeleshi, ka ngesur apo jo? Kemi një stok të madh në çështje, por përjashtër për një moment SPAK dhe GKK-on, që në pjesën më të madhe duke sikur ka një ecuri pozitive në performancën ose në ritmin e punës. Nuk po e hy e drejtë ose e gabuar. Pjesa tjetër, me mira gati, nuk e di gati 200.000 dosje më ka thënë, në stoku. Ku ka ngesur? Përse kjo ka ngadalësi? Tani një nga qëllimet kryesore të reformës në drejtësi, patjetër ishte një drejtësi më e mirë për qytetarët. Dhe ishte që drejtësi më e mirë do të thotë që ti të marrësh një drejtësi në kohë më të shpejtë, një drejtësi më profesionale dhe të kesh një trajtim gjatë procesit gjyqësor që të jetë i drejtë, dinjitoz për pjesëmarrësit në një proces qoftë civil, administrativ apo penal. Ajo që ne na ka ndodhur kryesisht për shkak të vakancave të magjistratëve, qoftë gjyqtar prokuror, ashtu sikurse edhe për shkak të infrastrukturës dhe hartës gjyqësore që ndodhi, është një stok gjyqësore, është një stok i jashtëzakonshëm në gjykata, ku kryesisht problematika më e madhe është në gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm të apelit dhe në gjykatën administrative të apelit, të cilat kanë një stok jurisdiksioni përgjithshëm ka një stok rreth 50.000 çështje që presin të shqyrtohen, ku çështjet civile aktualisht gjyqtarët janë duke shqyrtuar çështjet të 2018-s, ndërkohë që çështjet penale shqyrtohen në një afat kohor brenda afateve ligjore, vetëm ato që kanë të panderur të arrestuar. Ndërkohë që çështjet e tjera kanë një shqyrtim kur tivikoa 4-5 vjet. Që do të thotë natyrshëm për qytetarin, i cili nuk merr drejtësi në kohë, është një shprehje e famshme që ne të gjithë e dim kudo që shkojmë, drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar, praktikisht do të thotë që rezultati në këtë aspekt nuk është ai i dëshiruar. Patjetër që këtu duhet marrim në konsiderat që kjo nuk është drejt për drejt përgjegjësi e gjyqtarëve dhe prokurorëve, sepse ata janë individ që kanë 24 orë të ditës kohë, kanë një ngarkesë tej masa, një gjyqtar në gjykatën e Tiranës ka 1.000-1.500 dosje për të shqyrtuar, kështu që kuptoni, jo, i kanë në moment. Pra sot, një gjyqtar në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranës, shkallë parë, ka 1.500 dosje, që duhet i trajtoj paralelisht. Që do të thotë, ti e ke një seancë, në rastin më të mirë, 4 muaj nga seanca tjetër, në normalitet e ke 5-6 muaj, një seancë nga një seancë tjetër. Sepse ti sa do lloj gjyqje që të bësh në ditë, ke nevojë të studiosh dosjet, ke nevojë të arsyetosh vendimet, ke nevojë të zhvillosh dhe seancat gjyqësore, kështu që është e pamundur menaxhimi i tyre. Si zgjidhet? Tani zgjidhja unë mendoj që duhet një tryezë gjithëpërfshirëse dhe duhet pasur një iniciativë për të gjetur një zgjidhje të kësaj situate, ku kryesisht siç e përmenda, problematika e vakancave, gjykata e apelit nga 75 gjyqtar ka 30 që ushtrojnë detyrën, po flas jurisdiksioni i përgjithshëm, dhe gjykatat e tjera janë me mungesa, po kështu dhe prokurorit. Ne kemi një prurje të magjistratëve në numër shumë të madh, duhet të thënë, vitet e fundit, por që kjo nuk arrin dot të zgjidhë situatën e apeleve nga një anë, dhe nga ana tjetër nuk mundet të jetë nevoja për një fluks të madh hyrje në dëm të cilësisë, sepse po flasim që ne po bëjmë gjyqtar dhe prokuror, nuk po flasim që po bëjmë thjesht jurist, se jurist kushdo që ka mbaruar fakultetin e drejtësisë është jurist. Qasja për mendimin tim personal duhet jetë në disa aspekte. E pare duhet rishikohet kuadri ligjor sa i përket karrierës së gjyqtarëve, duke mundësuar mekanizma që të ndihmojnë
në kohë një emërim më të shpejt në detyrë dhe plotësimin e vakancave të gjykatave të apelit. Ndoshta është momenti që të rishikohet nga pikpamja edhe e cilësisë dhe pasjes së magjistratëve që nuk vinë vetëm me formim profesional, po vinë dhe me eksperiencë jetësore dhe profesionale. Ndoshta mund shihen kriteret për futje në sistem të personave që kanë një formim të caktuar, një eksperiencë të caktuar, ku ligjvënësi mund të caktojë dhe mund të diskutojë kriteret, pastaj është çështje këndvështrimi, por që duhet ketë një qasje e para në kuadër ligjor, i cili është ngërç në fakt, edhe për KLG-n, edhe për KLP-n, për sa i përket karrierës, dhe gjithashtu duhet merret edhe masa pastaj që mund të jenë disa masa afat shkurtra, disa masa afat gjasta dhe afat mesme, më falni, dhe afat gjata. Pra ka koha për të ribër diçka të re në sistemin e drejtësisë, ta themi. Atëherë ne bëm reformën, po shohim rezultatet, është e nevojshme që ne të bëjmë një vlerësim në situatën ku jemi, që ne konstatojmë që ka nevojë emergjente për ndërhyrje, për të marrë disa masa, duhet të mblidhet një truez, kryesisht patjetër që kjo vjen nga pushteti legjislativ, pavarësisht iniciativës së kujt, ku të merren mendimet se si mund zgjidhim këtë gjë. Ka disa gjëra që mund të bëjmë, edhe ne kemi mendimet tona, i kemi parashtruar edhe Ministrisë Drejtësisë, që jemi të gatshëm për bashkëpunim, për të sjellë ekspertizën, mendimet, opinionet, dhe presim që të ketë një reagim. Erdhëm në fund të kësaj interviste, falenderoj shumë kënaqësi që të kisha, besoj se sqaruam shumë pika. Por ajo që është thelbësore është që duhet ripar reforma në drejtësi, sidomos ato element që ju thatë, për të mos bërë këtë vonesë kaq të madhe për qytetarët. Falenderoj shumë. Nëse që të kisha. Nderuar shikues, erdhëm në fund të temës së ditës për sot. Ju falenderoj gjithëve për vëmendjen tuaj. Takimin tonë të radhës e kemi nesër në orën 20.